Trendi 2025 kanë qenë kompanit Shein, AliExpress, Temu dhe blerjet marramëndse që njerëzit bëjnë. Me thënë drejtën Okesian nuk kanë faj, se unë për zotin, për Shein një herë, vdes. Do gjizlat, rrobat e plazhit, Bikinin, ose ato fustanet verore, ke parë që janë kështu. Ore, në verë vetëm ato jena se ju, ne tani tremi realitetin. Po, e di që statistikisht 35% e njerëzve blinë të paktën një herë në muaj në ato kompani. S'ka faj. S'ka faj? Unë aty. Ore, vërtet të me që mi ka shtu vallushme, pa janë të mira? Asë ke pati mu në verë si kam dalë si zënjush, me fustan, me çanta, me buskuqet e Sheinit, si zonjë, si lokum. Nej, se deri në fund të videos, ne do vishëm me këto rroba të lira, por që të dukemi expensive, dhe ta vlerësoni ju sa expensive do dukemi. Në fakt këta, Kesian e kam parë të gjithë vilën. E kam parë. S'kemi lënë? Por, ju nuk keni parë një dhomë që është super sekret. Një dhomë mister. Një dhomë që vetëm Dalina Buzi ka krijuar. Ajo është një mini garderob. Shumë e vogël. Ne kemi me rrobat e Temu. Dhe ne tani të shkojmë tek ajo dhoma. Si zonjushat vogla do zgjedhim ndonjë veshje që të dukemi rich, si qeme. Hajde, ik. Hajde mirë. Hajde me mua te dhoma sekrete. Nuk duhet ta di njeri, sepse unë dhe Kesiana do ta sabtojmë garderobën. Hajde. Dëngjët e rrobave kontrolluam, mezi kemi zgjedhur dhe prap nuk kemi vendosur që të veshim tamam. Na dolën djerset guf, na dolën. Do dukesha unë qip me këtë? Me të drejtën jo, sepse ngjyrat t'japin pak tendencën që dukesh e bukur kështu me rich, si thuhet. Mos më thuaj që këtë i ke bler për motorin e dytë që do shkosh të bësh. Nuk më nda shpirti, po kjo kishte edhe një palë tuta që mua s'më pëlqente, po mendoja ta kombinoja me këtë. Shife? Sa i bukur. Nice. Kjo bashkë me tuta që kishte gjata ishte 15. Kjo duket pak kështu si aesthetic girl, e pastër, rich, tennis girl që shkon edhe luan tenis, je pasur, çosh në orën 8 të mëngjesit, bën pilates. Dhe ky është vibe im. Kështu që sa ka kushtuar kjo? Sa mendon? Po bëjmë si shqiptarë. 20. 20, jo me goc. 12 ka kushtu. 12? Po, dhe ka shumë më të jetë mirë, shife. Ta mendosh, që ka shumë nice. Ka dhe këto pala, të mua pëlqen shumë fundet me pala. Kesiana i gvishu. Tani është momenti i së vërtetës. Dy vajza do zgjedhin se çfarë do veshin në sfidën e radhës. Jeni kurioz? Po ai sa unë. Ndiqeni. Wow. Prit? Jo. Edhe një herë. Po pse vrapsht më më? Bravo! Ui, sa e bukur. Mirë, si rrotullosh, s'di shpirt. Oh, bravo. Me klas, me dukesh. Po shumë e bukur për qenë. Të shkon, se fakt është stili jot. Mirë, ma i gvishu se nga lodhë në lafe. Pa di të shofim si do vi Ema, si e dashura një futbollisti që dua në Angli, si një juriste që sapo ka fituar çështjen, apo thjesht si një fakire. A i di si është bërë? është bërë sikur është një gocë babi, po kështu rich. E ke parë ato që s'bëjnë asgjë me jetën, thjesht dalin xhiro, ikin shopping, të mungon një Birkin me thënë drejtën. Po, edhe një maça në dorë, që t'jem kështu. Po, ti jetë fix rich. Nëse, jo keq. Ta pëlqen? Më pëlqen. Okej. Por, përveç kësaj,
Na kanë mundësuar dhe ca aksesor për të kombinuar super veshjet tona riq. Ku i keme. Do shta këto nuk i pa të prezentimin e aksesorëve tonë, nuk e dini se po shofte kamera se janë të zeza komplet. Po këto syze ka kushtuar 3.000 lek, nuk e di si kanë menduar që dikush nga ne do t'i vendos. I shkoj formatit Kesiana. Syzet janë syze jo të lira. I shkojnë formatit tim. Bani më kur ishim 5 vjeç që lunim kështu me kukullave, kështu i merrni mamit produkte si bërzylyqe, buskuq, ku është buskuqi na humbi hëngrën. Buskari, ja faleminderit, na sollim buskuq. Edhe ja merrni mamit dhe i shisnim kështu ja jepnim kalamajve dhe mami ndark që thoshte ku i ke çu? Ema. Në fakt, për përfunduar lukun, ne kemi marrë dhe këto cingla mingla, që unë vdesi qik për cingla mingla, se pa cingla mingla nuk rri dot, kështu që i shikoni këto vatat, i do t'ja po t'i veju? Jo, të shkojnë ty më shumë mendoj. Okej, do i veju unë këto, pra, që të shkojnë qik me. Po, këto kapset, në fakt, po mendoj që e mos më të shkoni shumë këtë. Ku t'i veju në aty? Të dalë si me silver edhe me gold bashk? Të dalë si Po shiko Nuria? se kanë kështu pika diamanti. Ti e një vajzë e pasur. Diamond. Au, sa e bukur me diamant, më qafsh, mi motër, më qafsh. Kur do vi dita ti kem real, se falso më ushën plot. Me thënë drejtën, është dhe këtë bërzylyku, ky do të shkote ty. Bërzylyk. Një bëlyzyk. Përveçse është i vogël, është diçka simbolike. Atëherë, këto vësët e mi kanë kushtuar 1500 lek, me të drejtën. Këto kapse 2000, edhe po tuat? Kjo dhe këto të mos e harba. Kjo është kondishe që e vendos para se dalësh, puf, edhe kjo ka kushtuar 2000 lek të vjetra. Do na vazhdojmë aksesorët e tjerë, pas ka rënë mirë kjo. Kjo ka kushtuar 1000 lek, është një dhuratë modeste, por s'ka shqip. Te Kesiana dashur, kjo është logu im final dhe ka kushtuar 20.000 lekë të vjetra. Para mendo, unë jam e varur tani dhe dukem si e pasur. Po kur të dukem e pasur, si mund të dukem? Ti s'ka, nuk e di, da shofim, në një momenti do ta shofim dhe e themi. Luku im ka kushtuar 25.000 lekë. Jam 5.000 lekë në avans. Duke se kur të bëjmë të pasur do kesh 5 milion euro më shumë se 5.000 euro, burse 5 milion. A 5 milion? Jo, do i dash me mua. Okej. Pas gjithë kësaj gallate që bëm, njerëzit nuk duhet ta marrin vesh që këto gjëra janë kaq të lira. Se ne do dalim edhe do i pyesim se sa shtrenjtë duket që jemi veshur. Duket. E i një herë. Gati? Gati, më gati se kur? Sa mendon se ka kushtuar veshja jon? Fustani mendoj që mund të ketë bonja 10.300 lekë. 10.000, din 10.000-shin? Jo. 10.000 lekë fustani. Mendoj se duket shu këndshëm i lirë, është vërtet? Ndërsa takat, mendoj që 25.000 lekë ka boj zog, 25.000 lekë zogu tjetër, 50, edhe 10 fustani, 60. Ka dhe 60, edhe vathë. Po, edhe kapsen? Ha me 70.000 lekë total. Kesiana, këtë e ka bo vetë. Është e bo me vetë kjo, me dorë, jo. Sa rritë Bravo. Original, Atëherë 25.000 lekë bluzja, 10.000 lekë ajo. Kaj se po në mos kam. Po vathët? Ja dhe vathët nga 5.000 lekë njëri, 5.000 lekë tjetër, 10.000 lekë, sa i bitesh? Diko ke 20.000 lekësh. Okej. Na thoj pak sa kushtojnë. Me një të pamë e pash. Sa ishte kjo për shemb? Këtë ti me të qep me një herë, ja Allah, 5.000 lekë. Që nga prej Lepurushi. Po, hajt, po t'i jap 12.000 lekë. Po bëjmë si ke tregu qamë. Mi, kjo mund të themi, okej, ja, 15. 15 kjo, tjetër që ke të bleme, fundi. Poliester. Hajt, no, 7.000 lekë. Po për 5.000. Sa ka kushtuar luku jon sot, veshja? Po shtrejve ka kushtuar 200 euro. 200 euro. Po 300 euro. 300! Ta galova. Fundi te 25.000 lekë. Okej, po bluza? Te 30 që. 55. 55. Okej. Po fustanin? 28.
Do të thënë nuk dukem rich. Sa mendon se ka kushtuar fustani? Sipas shikimit tënd. Po, këto të mijat? Fundet e bluz? Aq. 30. Po. 30. Okej, faleminderit. Okej. Në fakt nuk gjajtëm as pak si vajza të pasura që po na pret Rolls Royce aty te dera dhe kemi studiuar në kolegjin më të famshëm të Zvicrës, por ja dolëm. Po, njerëzit thanë vlera më të mëdha se ç'kto veshje kushtojnë vërtet, kështu që mendoj që arritëm qëllimit. Ja arritëm. Po. Komentoni dhe na thoni përgjigjen tuaj.